Me ritmet një tangoje të interpretuar nga vetë autoria, nisi promovimi i librit më të ri të poetes Uarda Albunesa, 40 herë të dua, aktiviteti organizuar në ambientet e RTS Shkodrës. Libri përmbledh letra reale dashurie të mbledhura nga zona të ndryshme të Shqipërisë dhe treva shqiptare, të shkruar në periudha të ndryshme kohore nga viti 1972 deri në vitin 2026. Në prononcimin e saj, autoria shpjegoi domethënien e titullit dhe burimin e frymëzimit deri këtij projekti letrar. Titulli 40 herë të dua nuk erdhi rastisht, tregon shumë mirë për majtjen e këtij libri. Brenda librit janë 40 letra të vërteta dashurie të njerëzve të zakonshëm, të cilët i kanë thënë të dua një burri ose një gruaje. Në çdo letër është një rrëfim shumë personal edhe shumë i vërtetë. Për sa i takon projekteve për të ardhmen, autoria bëri të ditur se krahas poezisë po punon edhe në gjininë e romanit. Planet e ardhshme janë që unë të vij me një roman herën tjetër, i cili e di që do jetë një projekt që do më marrë më shumë kohë, por tashmë unë subjektin e romanit e kam qartë në kokë. Uroj shumë që të sjalli një punim të mirë. Shkrimtar nga Shkodra dhe trevat e tjera shqiptare, miqë e familjarë vlerësuan ndjeshmërinë artistike dhe origjinalitetin e veprës. Uarda Albunesa është një poete, juriste dhe doktore shkencave në fushën e të drejtës së autorit. Përmbledhjet poetike të saj me vargje plot forcë dhe ndjeshmëri janë pritur mjaft mirë nga kritika letrare.